Presidenti i Bolivisë, Rodrigo Paz, ka bërë të ditur se do të përgjysmojë pagën e tij dhe të anëtarëve të kabinetit qeveritar në një përpjekje për të treguar angazhim ndaj qytetarëve në një periudhë krize të thellë politike dhe ekonomike. Deklarata u bë gjatë një aktiviteti zyrtar në qytetin Sucre, ku Paz tha se vendimi është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të përballuar situatën e vështirë që po kalon vendi. Ky president, së bashku me ministrat, ka marrë vendimin për të ulur pagën me 50%, si një shenjë angazhimi ndaj vendit, u shpreh ai. Bolivia ndodhet prej 4 javësh në rrezikra politike dhe sociale, me protesta të vazhdueshme që kërkojnë dorëheqjen e presidentit. Bllokadat në rrugë kanë shkaktuar probleme serioze në furnizimin e qytetit kryesore si La Paz dhe El Alto, ku janë raportuar mungesa të ushqimeve, karburantit dhe barnave në spitale dhe tregje. Përfaqësues të sindikatave dhe protestuesit thonë se presidenti nuk po qeveris për të gjithë qytetarët, por vetëm për një pjesë të elitës ekonomike të vendit, duke akuzuar për paaftësi në menaxhimin e krizës. Ndërkohë, qeveria e Pazit ka mbrojtur masat e saj ekonomike, përfshirë shkurtimet e shpenzimeve dhe reduktimin e subvencioneve për karburantet, duke argumentuar se këto janë hapa të domosdoshëm për stabilizimin e financave publike. Në terren, disa qytetarë shprehen të shqetësuar për situatën, duke thënë se vendi mund të vazhdojë të funksionojë me mungesa të vazhdueshme dhe bllokada rrugësh. Kriza në Bolivi mbetet e hapur, ndërsa presioni politik mbi presidentin Paz po rritet çdo ditë.